Nga orët e para të së hënës, doganierët kosovar në pikën kufitare në hanë të Elezit do të kenë fare pak punë. Këtë lehtësim u ofroi qeveria e Kosovës, e cila vendosi që asnjë mall i shtetit Maqedonas mos të lejohet të hyjë në territorin e Kosovës. Jemi dakorduar në nivel të qeverisë që për momentin deri në një zgjidhje tjetër të bëjmë ndalimin e produkteve maqedone për të hyrë në territorin e Kosovës, efektive sonte në orën 12. Masa e ndalimit të mallrave maqedonase erdhi pasi ky shtet 24 orë më parë filloi se aplikuari taks hyrëse për çdo kosovar, makinë të tyre, kamion a autobus që janë mësyn Maqedonisë. E prishja e raporteve tregtare mes dy vendeve pritet i kushtoj goxha palës maqedonase. Nga ky vend fshinj, Kosova importon mallra në vlerë prej 270 milion eurosh, ndërsa eksporton vetëm 17 milion brenda vitit. Nuk do të thotë që ka rrezik të humbjes ose ka mungesë të naftës përgjithsisht në tregun botror, do të ishte problemi, sikur të kishte mungesë dhe të kemi Maqedoni si shtet strategjik për naftë. Por pa pasoja nuk do të mbetet as edhe Kosova. Ekonomistët parashojnë rritje të çmimeve tek disa artikuj strategjik nëse dy shtetet nuk bien në ujitje së shpejti. Dy produktet të cilat janë vërtet më shqetësuese nëse do të zgjatë një blokadë e tillë, janë derivatet e naftës dhe janë disa artikuj ushqimor, duke përfshirë këtu dhe pemë dhe perime të cilat importohen nga Maqedonia, por po e them, dua të besoj se është një periudhë kohore afat shkurte dhe tëra kjo do të sanohet sa më shpejt është e mundur. Tani lajmet për masat të ndërsjellë ndërmjet dy shteteve kanë arritur edhe në sekretariatin e CEFTA-s, ku dy palët janë anëtare. Ndëshkimet pritet të adresohen shkupit zyrtar që edhe nisi telashet jo vetëm për qarkullim të lirë të mallrave, por edhe të njerëzve.